Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar qytetar, kjo është mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak. Bazohet në ligjin 139/2015 për vetë qeverisin vendore, neni 53 dhe 56. Pjesëmarrja në mbledhje e këshilltarëve është 13. Mbledhjen e deklarojmë të hapur. Përpara se të lexoj rendin e ditës, në një propozim për të shtuar apo për të hequr në një pikë që trajtohet sot? Nuk ka. Atëherë lexojmë rendin e ditës. Pika 1 miratimi i rendit të ditës, pika 2 miratimi për verbalit të mbledhjes Këshillit datë 30/12/2024, pika 3 informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 30/12/2024, pika 4 projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin dhjetor 2024, pika 5 projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin dhjetor 2024, pika 6 projekt vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 nga fondet e trashëguara, pika 7 projekt vendim për miratimin e kontratës qeras numër 161 protokoll datë 15/1/2025 të lidhur midis Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara Tiranë dhe Bashkive të Qarkut Fier me objekt qiraje rruga Hyrse, Peshorja dhe vend depozitimi i mbetjeve urbane. Pika 8 projekt vendim për miratimin e zbatimit të projektit të rikonstruksionit të rrugës Lidhse Frashër fshati i ri Zharrës. Dhe pika 9 raporti vjetor për dëgjesat publike për vitin 2024. Rendi i ditës është hartuar konform rregullave të përcaktuara. Kush është dakord me rendin e ditës? 13 pro, miratohet, faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 2, miratimi për verbalit të mbledhjes Këshillit datë 30/12/2024. Si procedurë, nëse s'ka ndonjë propozim apo vërejtje, deklarojmë të ezauruar, miratohet pika 2. Kalojmë në pikën 3. Të lutem sekretare informacion mbi vendimet miratuara në mbledhjen e datës 30/12/2024. Përshëndetje të gjithëve, ju njoftoj se për mbledhjen e datës 19/12/2024 ka ardhur përgjigjja e prefekturës në përputhje me ligjin, konkretisht për vendimin 87 dhe 90, ndërsa për mbledhjen e datës 30/12/2024 u mor gjithsej një vendim i cili kaloi drejtorisë përkatëse për ekzekutim. Faleminderit. Faleminderit Rafaela. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin dhjetor 2024. Kjo pika kaluar në Komisionin e Ekonomisë, nëse nuk e shohim ose nuk e shihni të nevojshme të dëgjojmë bashkinë, mund të kalojmë edhe në votim. Materialet ju i keni patur në dispozicion. Atëherë me qëse s'kemi, urdhro? Pa tjetër, janë të dyja ndihmat ekonomike, një nga fondi kushtëzuar dhe tjetra nga fondi pa kushtëzuar. Megjithatë merren sipas rregullit një nga një. Atëherë nëse s'kemi të tjera gjëra, siç ju thash pak më parë, ka kaluar në Komisionin e Ekonomisë dhe ka kaluar për këshill me të gjitha votat pro. Kush është dakord? 13 pro, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 5. Për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin dhjetor 2024. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me këtë pikë, është mbledhur Komisioni i Ekonomisë dhe ka kaluar këshillit me vot unanime për shqyrtim. Tani këshilli ka vendimarrje nëse jemi dakord ose kemi ndonjë propozim. S'ka propozime. Atëherë kush është dakord? Miratohet, faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 6, projekt vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 nga fondet e trashëguara. Edhe kjo pika kaluar në komision, por do doja të dëgjonim paraprakisht ekzekutivi, masandej.
Përshëndetje të gjithëve. Ky projekt vendim vjen për kërkesë për miratim pasi është bërë akordimi dhe vlerësimi I buxhetit faktik të vitit 2024. Nga akordimi që është bërë me delën e thesarit paraprak dhe zbatimi I buxhetit për vitin 2024, analizat e ekzekutivit kam përgatitur relacionin dhe projekt vendimin dhe kemi këto vlera. Buxhet shtesë I cili vjen nga këto burime. Të ardhura lokale të trashëguara 145.874.000. Transfert e pakushtëzuar e trashëguar 83.862.000. Transfert specifike 49.083.000. Në total, ne trashëgojmë 278.819.000 lekë. Gjithë kjo, sipas këtyre burimeve që unë përmenda, më lart, është e shpërndar dhe do të përdoret sipas klasifikimit të mëposhtëm. Shpenzime korrente, financime dhe angazhime të cilat janë miratuar me buxhetin e vitit 2024, por që ende janë të pafinancuara sepse janë kontrata në vazhdim dhe faturat të dhjetorit 10.220.166. Shpenzime korrente, financim shtesë është pjesa kur sipas vendimit numër 94 ne kemi marrë vendim për shtimin e 10 punëtorëve sezonal për 6 muaj dhe do të mbuloheshin nga fondet që ne do të trashëgonim dhe është detajuar dhe buxhetuar me vlerën e projekt vendimit. Shpenzime kapitale, financime dhe angazhime të 2024-s 146.986.000 dhe shpenzime kapitale, financime shtesë të reja 110.941.000. Në total, si shpenzime dhe burime të balancuara. Sipas relacionit shoqërues dhe tabelave shoqëruese, ju kemi paraqitur gjithë objektet e investimeve që janë në vazhdim dhe angazhimet të 2024-s dhe objektet që do jenë si objekte të reja shtesë për buxhetin vitit 2025. Të cilat I keni sipas tabelës, t'i referohem një nga një se materialin e keni në analizë sipas objekteve që nuk janë realizuar dhe do të financohen për vitin 2025 dhe objektet e reja të cilat do t'i shtohen si financime të reja buxhetit 2025. Okay. Përshëndetje njërë, faleminderit gjithëve. Përsa I përket fondet e trashëguara, pjesa më e madhe e tyre do shkojnë për investime në infrastrukturë dhe një nga një nga ndërhyrjet kryepara është rikonstruksioni rrugës Ali Laze dhe Qerim Gropa. Rruga Ali Laze është rruga që janë tek ç'është rruga e Pompës, po duke filluar që nga pallatet francez dhe do lidhet me rrugën Qerim Gropa që lidhet pasaj me rrugën që mbyllet nga investimi I Vreshtit, duke bërë komplet pjesën e Unazës tek ura që është ura e vogël tek Fatos Xhufi, mbyllet komplet pjesa e Unazës me lagjin e Vreshtit. Një pjesë e mirë e konsideruar lagjit Sere mbyllet me këtë investim. Vetëm asfalt. Asfalt pa trotuar. Trotuaret edhe hapësirë nuk ka, po atje pjesa e trotuareve janë parashikuar që të bëhen nga Agjencia e Shërbimeve Publike dhe do kaloj afër pallateve, sepse anës rrugës nuk e bën dot. Siç ka filluar pjesa që është tek mbrapa pallateve francez, do lidhet, do dali tek pompa dhe do vazhdoj më tej deri tek lagja e re, që do vazhdoj shëtitoria nga pjesa e urës te lagja e re që duhet të kenë filluar sot punimet, edhe do të lidhen bashkë që të jetë një segment I gjithë I gjatë për atë pjesë. Tjetra është rikonstruksioni I rrugës Kripallarëve, që fillon tek Varrezat edhe përfundon deri tek shtëpia e fundit tek lagja e Kripallarëve. Ky është një investim tjetër, atje është besoj pjesa më e madhe e juaj e din gjendjen që është, janë parashikuar gjitha rrugicat e lagjeve dhe rruga kryesore dhe segmentet ku ndahen që kalon një segment të djathtë dhe një segment të majt, edhe ato janë parashikuar të dyja.
Kështu që me këtë investim mbyllet pjesa e Dukas Kripallar, pothuajse po mbyllet e gjitha. Pjesa mbikëqyrjes Kolaudinës për konstruksionin e rrugës lidhëse Frashë fshati i ri Qerqishte, që është edhe një pikë tjetër e mbledhjes së sotme, që është investimi i Bankersit. Është pjesa që do duhet për mbikëqyrjen dhe për kolaudimin e atij investim që bëhet nga Bankersi, që besoj se fillon në muajin shkurt. Besojmë që të mirëmbahet, pa ajo gjithsesi është e survejuar me kamera, kështu që nuk besoj se do ketë probleme me dëmtimin e ambienteve, por shifja që edhe sot gjatë ditës kishte goxha fëmijë që ishin tek lulishja që është në afërsitë të stadiumit. Rekonstruksioni i rrugës Ari Laze, këtë i tham, janë përsëri, kopje tjetër domethënë. Pak a shumë këto janë për përdorimin e fondeve të trashëguara që janë për këtë vit. Nuk e di nëse keni një pyetje. Faleminderit kryetar. Dua t'ju kërkoj ndjesë sepse fillimisht doja t'ju njoftoja në lidhje me një riorganizim të grupit të Partisë Socialiste, grupit këshilltarëve. Në datën 20 i pari, me shkresë 44-20 fraksion 1, nga Partia Socialiste vendosen ndjeni që kryetari i grupit në vazhdim do të jetë zoti Artan Velçani. Kjo bëhet në funksion të rregullores, pra në funksion të diskutimeve, rregulla për të ndjekur diskutimet në Këshill. Atëherë rikthehemi tek pika 6. Kemi diskutime, pyetje? Atëherë nëse s'kemi, unë propozoj të kalojmë në votim. Po Erald. Faleminderit kryetar. Lidhur me pjesën e projekt vendimit për miratimin e buxhetit shtesë nga fondet trashëguara, ne kemi diskutuar dhe në komision, por duke qenë se materiali na kanë ardhur siç është bërë traditë tani me vonesë. Ne kemi votuar në parim, por unë nuk jam dakord lidhur me pjesën e ndërtimit të fushave të basketbollit, pasi me sa kam në dijenin time nga gjësat publike, mua nuk më rezulton që kjo është një nga prioritetet që ka ngritur dhe komunitetin gjësat publike. Ka gjëra më madhore të cilat duhet diskutohen dhe duhet të futen se sa ndërtimi, po jam mund të them. Kështu që unë do mendoja ose dhe do propozoja në rast se do miratohet nga shok dhe mund kërkojmë 10 minuta pushim për të marrë një vendim për ta ndryshuar këtë pikë, por që se është e mundur. Mendoj që në bashkinë e Patosit janë 4 shkolla, përfshi dhe gjimnazin, edhe që kanë fusha basketbolli, plus pra stadiumit që ndërtua dhe jo e reja, kështu që mendoj që janë mjaftueshëm për këtë moment që jemi. Kështu që mund të bëhet çdo vit mund të ndërtojmë një, për shembull si vjet mund ta bëjmë në Zharës, pavarësisht se Zharza është futur në konstruksion shkolla që mund të përfshijë dhe palestrën e re, e cila mund të ketë dhe fushë basketbolli, volejbolli brenda. Unë mendoj që i propozoj kolegëve të kërkojmë 10 minuta pushim ose ta hedhim votim në rast se do miratohet propozimi im, në rast se s'miratohet pastaj. Unë mendoj që është më i nevojshëm përmirësimi i infrastrukturës rurale, që këto fonde 10 milionë e 500.000 lekë të reja të kalojnë për infrastrukturën rurale, të mbështeten fermerët, parcelat, shtrimi i rrugëve, ose mund të blihen 2 mjete që janë domosdoshme. Unë kam propozuar përpara një vinç kosh që i duhet ndërmarrjes shërbimeve publike për të ndërhyrë, për të ndruar llambat edhe këto, dhe një mjet traktor me pajisje për të pastruar bankinat e rrugëve që i duhet kryesisht zonave rurale, njësisht Zharës, Zaporoshdia, apo qoftë edhe Patosit. Një mjet me goma, zetor, me pajisje për të pastruar bankinat e rrugëve dhe kanalet, me atë grirsen. Dhe një mjet me vinç, ose të kalojnë infrastrukturën ndihmëse për bujqësinë. Kanale, shtrim rrugësh me stabilizant me çakull. Kështu që mund t'i lëm në një moment tjetër, çdo vit ne ta pasurojmë, sigurisht nuk është se është Patosi pa fusha basketbolli. Kështu që nuk duhet të
dakord jam me vizionin e kryetarit, por që mendoj që për këto kapacitetet e sotme ne kemi mjaftueshëm fusha. Kështu që propozoj ta hedhim votim në raste si ky është mendimi im. Pyetje Erald. Fëmijët e tu ku luajnë? Tani koncepti i fushës basketbollit është fush basketbolli që ka koshat, ka fushën e volejbollit mes, ka dhe 2 porta për luajtur futboll. Ky është koncepti i gjithgjës. Të shtunën isha në Griz Lënginas. Ka një hapësirë aty që është shkolla, që ka një ambient mbrapa shkollës goxha të madh, e fëmijët luanin mes lagjes, mes rrugës, me 2 porta me gur, edhe luanin futboll. Nuk besoj se është më e rëndësishme një rrugë bujqësore, pa e vënë diskutim fare se sa ambientet që të luajnë fëmijët, që janë e ardhmja. Vërtet duhen rrugët bujqësore, ne madje kemi rritur fondin për rrugët bujqësore, por nuk besoj, pa e anashkaluar janë shumë të rëndësishme, ato të gjitha janë shumë të rëndësishme, por nuk janë më të rëndësishme se sa të ketë ambiente për fëmijët. Tek lagja ime, konkretisht po marr lagjen time duke qenë se jam për ditë atje, fëmijët luajnë futboll në rrugë. Thënë 2 gur e luajnë futboll. Shkolla ambientet e shkollës janë tjetër gjë. Ambientet e shkollës nuk lejohet njerë që të rrinë mbas asaj, plus që edhe dëmtimet që kanë qenë jashtëzakonisht shumë të mëdha nëpër xhamat e shkollës apo se vetë topi, je duke luajtur e theve xhamin. Sepse janë palestrat e hapura. Prandaj është parashikuar që sikur çdo vit të bëjmë nga 2 lagje, për mendimin tim, paktën po e ngelet për tu vlerësuar edhe nga ju. Të parët për mua janë fëmijët njërë, pastaj vim ne. Edhe ndaj dhe është menduar që po heqim disa makina çakull, edhe po bëjmë një kënd lorash që të luajnë fëmijët. Ky është problemi. Sepse përveç të tjerave, duke luajtur futboll edhe në rrugë, u rrezikohen njërë, se s'ka siguri. Kjo është ide. Faleminderit kryetar. Çështje të rregullores. Erald, me gjithë respektin, paraprakisht, para se të bëjmë një propozim edhe për herë tjetër kjo punë. Nëse bëhet një propozim i caktuar, depozitohet paraprakisht në sekretarinë e bashkisë. Dhe në lidhje me këtë pikë të paktën duhet mbështetesh nga 2 këshilltar të tjerë që ne t'i themi këshillit të vazhdoj me pushim apo me ndryshim të vendimit që kemi marrë dhe në komision, sepse nuk ka sens. Në komisioni është mbledhur, është votuar unanimisht, nuk ka asnjë shënim në proces verbal. Faleminderit. Ndaj propozoj që nëse s'kemi diskutime të tjera, të kalojmë në votimin e pikës 6. Kush është dakord me pikën 6 për vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 nga fondet të trashëguara? 13 pro, 1 kundër, miratohet. Faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 7 për vendim për miratimin e kontratës qeras numër 161 protokoll, datë 15/1/2025 të lidhur midis Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara Tiranë dhe Bashkive të Qarkut Fier me objekt qiraja rrugë kryesore, Peshorja dhe vend depozitimi i mbetjeve urbane. Paraprakisht do të dëgjojmë relacionin nga ekzekutivi, masandej Përshëndetje të gjithëve. Sikurse keni djeni, me vendimin e Këshillit të Bashkisë 95 datë 19/12/2024 i është dhënë dakordësia nga ana e Këshillit kryetarit të Bashkisë për rinovimin e kontratës së qeras si dhe nënshkrimin e saj. Pas marrjes së dakordësisë për rinovimin e kontratës së qeras, është vijuar me hapin tjetër, e cili ka të bëjë me nënshkrimin e kontratës së qeras nga Bashkitë e Qarkut dhe nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara Tiranë.
Kjo kontratë qeraje konsiderohet një kontratë e rinovuar, kushtet e kontratës janë të pandryshuar si dhe kontrata e vitit 2024, tarifa është po e njëjtë, afati është 1 vjeçar me të drejtë rinovimi, kushtet dhe të drejtat dhe detyrimet e palëve nuk kanë ndryshuar. Për sa më sipër i kërkojmë Këshillit të Bashkisë miratimin në parim të kontratës së qeras, për cilën është dhënë dhe dakursia paraprakisht. Kontrata e qeras mban numrin 161 protokoll datë 15/1/2025 të lidhur midis Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara Tiranë dhe Bashkive të Qarkut Fier, me objekt qeraje rruga Hyrse, peshore, vend depozitimin e mbetjeve urbane. Faleminderit. Dhe për sa i përket traktorit me pajisjen që pastron kanalet, po ta shohësh tek pasqyra për mbledhje e investimeve te pika 2, është edhe pajisje korse automatike për ndryrje në raste emergjente, që është lënë tek fondi i MZSH-s që parashikohet për vitin tjetër. Dhe me buxhetin që do jetë kur të transferohet nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, që ne nuk mund ta kalonim tani pa ardhur fondi, do jetë është parashikuar edhe për marrjen e një traktori për pastrimin e kanaleve. Faleminderit kryetar. Jemi të hapur për diskutime, kush e do fjalën nëse ka. Atëherë meqense s'kemi, propozoj të kalojmë në votim pikën 7. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër. Faleminderit, miratohet. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 8 për vendim për miratimin e zbatimit projektit të rikonstruksionit të rrugës Lidhëse Frashër, fshati i ri Zharrës. Dëgjojmë ekzekutivin, pasandej kalojmë te diskutimet. Përshëndetje të gjithëve. Ky projekt vendim ka të bëjë me zbatimin e projektit të rikonstruksionit të rrugës Lidhëse, Frashër, fshati i ri Zharrës. Pas kërkesave të shumta dhe të banorëve, bashkia e ka marrë në shqyrtim këtë segment rrugor dhe ka hartuar projektin për rikonstruksionin e këtij segmenti që përfshin lidhjen mes dy fshatrave dhe përbën në total 1.15 kilometër. Projekti është hartuar nga Bashkia Patos, financimi për këtë projekt do të kryhet nga kompania Bankës Petroleum dhe siç u cek dhe më parë tek buxheti, i kërkojmë Këshillit të Bashkisë që të miratojë zbatimin e projektit rikonstruksioni rrugës Lidhëse Frashër, fshati i ri Zharrës me vlerën 11.999.245.06, e cila do të financohet nga kompania Bankers dhe miratimin e vlerës për 204.591.05, e cila përfshin shërbimin e mbikëqyrjes dhe të kolaudimit të këtij projekti që do të mbulohet nga Bashkia Patos. Faleminderit. Faleminderit. Kemi diskutime? Okej. Mund ta marrësh fjalën. Komisioni Ndaj dhe bëra të vendosjen ndjenjit të Këshillit, se si kryetari i grupit mund të flasësh në emër të grupit për çdo çështje. Po lere ato se ato i diun po. Po kur i di se si zbaton pastaj. Vazhdo. Atëherë Komisioni Shërbime u mblodh me shumicë votash 3 nga 5 datën 29 në orën 1 dhe mori shqyrtim projekt vendimin për kaz për cilin po bëhet fjalë, pasi e konsultoi dhe nga pikpamja ligjore është në formatin e dur në funksion të ligjit dhe rregullores, i shpreh opinionin Këshillit që ta minatojë atë. Faleminderit. Faleminderit Artan. Diskutim tjetër? Atëherë propozoj që të kalojmë pikën 8 në votim për vendim për miratimin e zbatimit të projektit të rikonstruksionit të rrugës Lidhëse
Frashër, fshati i ri Zharës. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në pikën 9, është raporti vjetor për gjësat publike për vitin 2024. Tani si ta gjykoni, nëse keni të nevojshme për ta dëgjuar, këtë e them sepse e keni patur si material. Nëse kemi të nevojshme, e dëgjojmë, nëse se kemi të nevojshme, mund ta thoni me zë se procedura kështu e do. Po, kryetari i grupit. Kjo është pikë që nuk ka nevojë për vendim të këshillit, për votim, për miratim. Atëherë kjo ishte pika 9 e fundit. Ju falenderoj për kontributin në këtë mbledhje. Miru pafshim mbledhjen e radhës. Gjithë të mirat.